në veçanti, unë do të theksoja, a i djathi kur skuqet, edhe mishi kur skuqet, ato biftekët dhe bërxollat, e nxin, a i e djeg. Është i dëmshëm? A i është i dëmshëm, po. A i ndihmon ose stimulon zhvillimin e këtyre qelizave të këqija. Flasim nga studime, për shembull nga mjek amerikan, onkolog ose mjek të profileve të ndryshme. Po kur skuqet vetëm djathja, po kur skuqet edhe mishi, edhe kur skuqet djathi që nxihet, ai digjet, ajo mbi vete, shtresa e djathit digjet, edhe peshku i nxirr, edhe ndonjë diçka tjetër që skuqin, për shembull, sidomos atë qepën e kështu me radhë. Ato zgjanin, specat, duke u karbonizuar, pra janë kancerogjene kjo pjesa, duhet të kemi kujdes. Aty krijohen disa substanca kimike, të cilat kur hyjnë në organizëm, nxisin zhvillimin e qelizave kancerogjene.